dashur, pra këtë emision të Pasion e Profesion po e vazhdojmë tek një vend i mrekullueshëm, piktoresk, këtu tek liçeni i Komos apo Lago di Como. Këtu pra është liçeni më i vizituar, më turistik i të gjithë Italisë, por gjithashtu edhe më i bukur. Këtu pra mbahen aktivitete të ndryshme, siç është shitja me anije, por gjithashtu noti dhe sportet të tjera, të cilat mbahen këtu tek liçeni i Komos. E ne sot do e vizitojmë një restorant të një shqiptari këtu tek liçeni i Komos. Se kush është dhe me këtë do e bëjmë një intervistë të shkurtër, e zbulojmë tani. Qëndroni me ne deri në fund të emisionit Pasion e Profesion. Shikues të dashur të Pasion e Profesion, siç më tash edhe e keni kuptuar, jemi në Lake Como apo Lago di Como. Jemi këtu tek restoranti Piazza Roma, i cili e ka një shqiptar. Pra këtu bashkë me mua është Egzon Isa. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë që na keni prit këtu në restorantin Piazza Roma. Mirë, faleminderit. Si po shkojnë punët? Mirë, shumë mirë. Tash janë një sezona, shumë mirë janë nis. Po besoj që ka edhe shumë turist këtu, cilët edhe vinë në restorantin Piazza Roma. Shumë. Këtu në qëtë qytet bashkë me turista punot edhe verës, është shumë turistik si qytet. Po çka ju ka shty me hap këtë restorant? Tregona pak, sepse ti, Egzon dhe Edoni, vllau, pra janë dy vëllezër, jeni bashku në biznesin familjar. Apo na tregon më shumë? Po. Babën në fillim e kum pas të punu si menager për Begjet Paculli në Zvicër. Unë e kum kry shkollën albergeri, edhe vllavi qështu. Mas shkollës secili i ka bë eksperiencat e veta. Unë e kum shku në Zvicër me punu, tani këtu në për hotele. Vllavi shtu në kuzhinë këtu në Itali. E mas dikune, qëtë restorant mas pari nuk i shkon restorant, po i shkon Dugoj për tesha. E kur erdhëm na, kena pas pse e mos me qil. Babën e kena pas në restorant, unë edhe vllavi. Tani thamë okej, pse jo? Pak si tradit familjare, a me thonë kështu? Po. Është vërtet një restorant shumë i bukur. Pa më dëshmë na tregu disa prej specialiteteve të cilat ju i bënin këtë restorant. Qështu kena ushim peshku, mishin e kingjit, dhe i kena edhe do pjata tradicionalist që i bojnë këto në Lake Como. Po cili është specialiteti kështu ma i mirë që e kërkojnë shumë persona? Peshkun e ditës. Peshkun e ditës. Që vjen shumë, për shembull, vjen çdo ditë peshku. Nga liçeni, apo? Po, edhe nga liçeni edhe nga deti. Pasta, mishin. Po çka e bën restorantin tuaj më të veçantë se të tjerët, që për gjithë ata shikuesit që janë duke na ndjek këtu në Pasion e Profesion, nëse vinë në Lake Como, që duhet patjetër me ardhur, të vinë dhe të shijojnë ushqimin këtu në Piazza Roma. Janë krejt gati. Ushqimin që për shembull na pëlqen më shumë një tagliolino me misoltino. Misoltino peshkë i liçenit. Edhe kjo pjatë tradicionale që ish bë këtu para s'diso vite dhe alo e përdorin s'diso njerëz. Kena pas qef me bë qëtë pjatën dhe me kujtu tradicione e liçenit. Po. E përmenda ma herët që ju jeni bashku në biznesin familjar, pra, edhe keni pas qef me bo pra që shë përmenda edhe ti nga një lokal në restorant, edhe që është vërtet bukur, është një ambient shumë i ngrohtë. Po tregona se cilat kanë qenë ndoshta ato vështirësitë më të mëdha që ju si dy djemë tri i keni të kalu. Sfida më të madhe. Se di, s'kena pas sfida, gjithë kena punu, që shme thënë.
Po, e përmend dhe ma herët kjo prej një lokalit, një butik që the, një restorant, që ka qenë ideja krejt me zhvillu edhe kaq bukur? Krejt ka shku se mas pari shkon rrezikim. Po du me thonë që edhe na që nuk jena italian, po jetojna këto, me qelë dishka, o shumë rrezik e tham, pse jo? Bashkë kur e kena qelë, erdhe Adam Sandler. Okej. Me stafin e vetë se ishin konë këto, bashkë në qitë banis të u ba filma për Netflix. Po. Edhe kur erdhen ata, na kena pas edhin rizikim, a po na shkon, a jo. Edhe me ata që erdhen, na thëshin mirë ushimin, vazhdoni, shtu edhe qështu, po du me thonë, krejt gjithë kena punu edhe. A ka ndiku edhe prezenca atyre që me sjell klient të ri në Po, restorant? normal, po. Se gjithë publicitet, krejt reklamë. Po përveç Adam Sandler dhe aktorëve të Jennifer tjerë, Aniston, Jennifer po. Aniston, a ka pas yje tjerë botëror? Prani shumë këto. Ose yje nga Kosova, se na kemi Po, edhe të Kosovës nga se shqiptar. vin, kena. Erdhe mas pari Unika Tili, Ermalin, ka. Po, Kanë cila është këshilla jote, sepse dhe ju jeni një supermarket i ri, cila është këshilla jote për ata që dëshirojnë me ju fut biznesit, këtij lloj biznesi? E pas një restorant. Po besoj që përveç si biznes e keni edhe shumë dashni për to. Po, mas pari dush me pas dashni për me bë qëtë punë, se nuk ka punë që qysh me thonë e bojnë krejt, ose dush me pas nerva që shtojnë shumë. Po, nisen që muj me thonë që për me qële restorant dush me pas pasion edhe mas pari mu ka një zanatit. Me ditë disen se ka shumë raste për shembull që kanë qef do me qelë, po më shelën se nuk janë një zanatit. Pasion e profesion, apo? Po, pasion për profesion. Egzon, faleminderit shumë që na keni prit këto. Dhe nëse keni një fjalë me i thirr gjithë shikuesit e emisionit Pasion e profesion në Klan Kosova, mundeni, jeni të lirë tash. Hajdeni në koma dhe shihoni ushimin që e kena dhe kënaquni. Egzon, faleminderit Shumë shumë, ishte faleminderit kënaqësi shumë e madhe. juve. E shikues dashur, pra kjo ishte pjalca Roma këtu në Lago di Como, shpresoj që jeni kënaqur edhe e janë dhe shijojeni ushqimin këtu.